Po nëse zgjidhen të gjithë anëtarët e kabinetit, zgjidhen. Mi po si jemi përpara këtij skenari, jemi tjetër, po si jemi para, se kam në lidhje Skype Alban Zogaj, deputeti LDK, kuptojmë pak do pozita. Koncepti i këtij ligji, ne skemi ngërshtë, nuk e kemi ngjasime atë. Ky ligj kërkon thotë këtë gjë. Ky ligj kërkon thotë gjë që kompetencat e qeverisë janë të dobta në raport me parlamentin dhe në kohën kur do bëhet qeveri e re, qeveria mos jetë më në detyrë sepse do ndikojë formimi i qeverisë së re. Në këtë kuptim duhet që kjo të ndërrohet gjithë qeveritë, të ketë qeveri kujdestare, që emërohet në parlamentin. Kjo është logjika. Nuk e përcakton, nuk e përcakton. Kam në një lidhje Skype me deputetin e LDK-s Alban Zogaj. Ju lutem, zoti Zogaj. Mirëmbrëma zoti Zogaj. Nuk di sa na ndoqët në këtë bisedë, sigurisht që situata në Kosovë ajo që po ndodhesh e pa precedent dhe ne e kemi të vështirë ta kuptojmë se është pak absurde. Tani, ka një seancë tjetër që do të mbahet mbas 48 orësh në parlament. Ju çfarë kërkoni nga Albin Kurti? Se me sa kuptuam edhe nga deputetja Arbëresh Terziu, nuk ka ndërmend ose të paktën vetë vendosje pretendojnë që Albin Kurti e ka dhënë dorëheqjen ashtu si duhet, siç e përcakton kushtetuta dhe ligji, dhe nuk ka ndërmend të bëjnë një hap tjetër para. Ju çfarë kërkoni? Ndërkohë çfarë do bëni? Faleminderit shumë. E para duhet të them që i njëjti diskutim po bëhet edhe në Prishtinë sot, pothuajse në të gjitha studiot televizive, por edhe sot ne e kemi diskutuar gjatë gjithë ditës. Çfarë po ndodh faktikisht në Kosovë është që po shkelet kushtetuta dhe ligji mbi qeverinë i cili është hartu dhe është votu nga kjo legjislaturë. Në fakt nga kjo që ka kalu tani dhe nga kjo qeveri që është aktualisht. Pra ligjin e tyre, të cilin e kanë hartu vetë, tani po e shkelin. Dhe sipas atij ligji, një kryeministër apo një ministër nuk mund t'i mbajë dy pozita publike të mëdha në të njëjtën kohë, që nënkupton nuk mund të jetë edhe kryeministër edhe deputet në të njëjtën kohë dhe duhet të jep dorëheqje nga njëra prej tyre. Dhe meqense se Albin Kurti dhe ministrat aktual nuk kanë dhënë dorëheqje nga pozita e deputetit, atëherë duhet japin dorëheqje nga pozita e kryeministrit, respektivisht të ministrave. Gjë që nuk e kanë bë edhe këtë. Këto dorëheqje nuk janë dorëzuar pranë komisionit të sotëm, komisionit përkohshëm për mandatet, dhe kësaj erdhëm deri tek një situatë ku ne është dashur ta votojmë kundër këtë raport të komisionit, në mënyrë që mos të shkelim kushtetutën e Kosovës dhe ligjin mbi qeverinë dhe ta tregojmë një shembull të mirë. Andaj kërkesa jonë është shumë e qartë. Ju lutem zotëri, jepni dorëheqje nga pozita e kryeministrit dhe ejani betohuni në kuvendin e Kosovës si deputet i kuvendit Kosovës. Por nuk mundet i njëjti i deputeti pastaj të kalojë në anën tjetër të rrugës dhe të hyjë në zyrën e kryeministrit, sepse kjo është antikushtetuese. Një pyetje. Po mirë, ka goxha një pyetje. Ndjes, zoti Zogaj, përse nuk i lejoni ta bëjnë këtë betim në shkeljet kushtetutës dhe pastaj t'i akuzoni për shkeljet kushtetutës, për vepër penale dhe t'i ishni qafe gjithmonë? Përse nuk i lejoni ta bëjnë? Ky ishte vendimi që është marrë fillimisht në komision nga përfaqësuesit politik të gjitha partive politike, dhe pastaj i njëjti vendim që është marrë në komision u reflektua edhe në Dakord, unë e kuptoj këtë, po pse nuk e lini të gabojnë? Nuk dashëm të lejojmë që të shkelet kushtetuta para syve tanë dhe ne të vazhdojmë tutje sikurse Jo, nuk vazhdoni, ju me njeri bëni a mund të bëni një skenar tjetër që e fusni në kurth Albin Kurti? E lejoni dhe çoni për ligje penale. Një sqarim. Dhe ishte qafe politikisht Kurtin me shok për vite të tëra. Ta bëj një sqarim. Ti the nuk mund të lejojmë të shkelet kushtetuta, apo jo? Po pra. Ndërkohë që pretendimin kryesor e keni që ai po shkel ligjin për qeverisin të cilin e ka miratuar vetë. Pra e ka shkelur kushtetuta. Pjesë e kushtetutës ai. Sepse ai ligj është i bazuar në kushtetutë. Ja dalim këtu. Ligji mund të jetë antikushtetues ose fare, nuk e dim. Dalim këtu. Tani parimi kushtetues, dal prapë ke njëjta pyetje që bëra çfarë. Parimi kushtetues i cili e ka quar ke miratimi këtij ligji është mos përputhje mandatit të deputetit me mandatin në ekzekutiv, apo jo? Sakt. Tani ky debat që ja e keni shembullin tim.
Më fal, lutem vetëm ta jap shembullin tim. Unë isha nën kryetari i kryeqytetit. Alban Zogaj nën kryetari i Prishtinës. Dhe unë dhash dorëheqje, unë kam dhënë dorëheqje ditën para certifikimit të zgjedhjeve, sepse ashtu e kërkon ligji dhe nuk kërkua. Nuk kërkua nga KQZ. Që t'jap dorëheqje dhe unë dhash dorëheqje. Unë nuk vazhdova sot në zyrën e bashkisë. Nuk vazhdova. Jam krejt dakord. Pyetja ime që kam për ty është, kjo situatë për plasje midis mandateve që po krijohet sot, pse nuk është krijuar në herëve të tjera kur është mandatuar parlamenti i ri? Në zgjedhjet e kaluara apo në disa zgjedhje? Ne I kemi dy raste të cilave ju kemi referu edhe sot. E kemi rastin kur kryeministër ka qenë Isa Mustafa I LDK-s, dhe I cili nuk është zgjedh për deputet sepse ka vendosur që qëndrojë në qeveri, dhe I cili ka kërku dorëheqjen e krejt ministrave të tij ditën e certifikimit. Dhe zëvendësimi është bërë me zëvendës ministrat deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Ka një zgjidhje. Është rasti I vitit 2017. 2017. Rasti I vitit 2021. Nuk është kështu, po drejta. Kryeministër Avdullah Hoti, prapi LDK-s, nuk është betu në kuvend, së bashku me një ministër tjetër të shëndetësisë, të cilët kanë munguar në seancën e betimit sepse kanë qenë në detyrë dhe kanë kërku që betimin ta bëjnë në një seancë tjetër pas dorëzimit të detyrës. Okej. Pra ne kemi raste, kemi Se precedent. nuk e bët edhe kësaj radhe në këtë rast sipas kësaj mënyrë për të bllokuar betimin e këtyre personave që kanë përplasje mandatësh, po e bët në grup për të gjithë parlamentin, duke refuzuar miratimin e raportit. Sepse ne nuk mund të lejonim që në të njëjtën listë të deputetëve